Selam aleikum. A lejohet të përdoren teshat me mëndafsh artificial tek meshkujt? Aleikum salam. Nuk mendoj që lejohet. Nuk mendoj pra. Për arsye se nuk kanë që kam lexu rreth kësaj, por përgjigjen e jap jo, për shkak se edhe ato që në atë kohën e moqme që në qujtë mëndafsh, kanë qenë të prodhume në për marë mëndafshi, i prodhum dikun, i regullum dikun edhe i prodhum i bëm tesh, robë. Njëjtë edhe sa s'ka lidhja është artificiale qysh, përderisa është mëndafsh, ai është ndaluar. Përveç nëse na vjen ndonjë fetva prej ulemave të mëdhaj, që e thotë të kundërtën, domethënë që bëjnë analiza më të thella, atëherë e tërheqim këtë fetva. Deri ta dëgjojmë një prononcim të tyre, na themit kemi kujdes, çka është mëndafsh, është ndaluar për meshkujt ashtu siç është ndaluar edhe ari apo dukati.